Vim në sfilatën e fundit, top 5 janë 5 vajzat në garë ende për të fituar më e mira, më e bukura. Emocionet po vinë drejt fundit, është sfilata e fundit. Tani do të ndjekim Hiashi dhe Stil nga 5 finalistet e Miss Universe Albania me veshjet e Blerina Klokoqi Rugovës. I ndjekim. Beauty and Fashion me vajzat tona. Everything black and white. I feel dizzy, like my fucking head is full of dynamite. Jump in my Mercedes, but it isn't quite driving right. I don't get it, I'm not drunk. A million people in the place, and there you are. And I was like, some girl talking, sounds like fucking white noise in my head. Everything's spinning, you're the only focus in my lens. I don't get it, I'm not drunk. A million people in the place, but you're the one that gets me like, stupefied. Now I got you here, I'm unwrapping you slowly. Another button and some more of you is showing. And it all started with how my name is, whatever you call me. Kemi mbritur në fund, ka ardhur momenti më i bukur I kësaj mbrëmje, momenti më kulminant, sepse do të shpallim shoqëruesen e dytë të Missit, shoqëruesen e parë dhe në fund Miss Universe Albania 2014. Po Berti, nga një anë më vjen mirë që emocioneve po ju vjen fundi pasi nuk bashkëtohet shumë gjatë me emocionin, por nga ana tjetër na vjen shumë keq që gjërat e bukura gjithmonë zgjasin pak, apo jo? Pak zgjasin, pak, po kjo mbrëmja jonë ishte e gjatë paksa. E për të kaluar tek shoqëruesja e dytë e Missit, do doja që të ftoja dhe do të thras Arminën. Armina me Vlani për të na thënë se kush është shoqëruesja e dytë e Miss Universe Albania. Vjen Armina. Atëherë, shoqëruesja e dytë është Alesia Bami. Vendosim pashën, po Armina më ndihmon.
Alesia Bami, shoqëruesja e dytë e Miss Universe Albania 2014. Urime, faleminderit. Ikën Armina vjen Blerina Klokoshi Rugova, stilistja jon nga Kosova, për të na thënë se cila nga vajzat është shoqëruesja e parë e Miss Universe Albania. Komplimentet për stilin si fillim. Atëherë, shoqëruesja e parë është Eva Marko. Eva Marku, shoqëruesja e parë e Miss Universe Albania. Vendosim pashën. Sa që atje? 1.80. Urime. Dhe ftojmë kryetarin e jurisë, Floriana Garo, për të na thënë çmimin e parë. Cila nga vajzat meriton kurorën e Miss Universe Albania 2014? Vjen dhe Floral Batizdari, po? Edhe pak kohë Floral Batizdari. Miss Universe Albania. Atëherë, Miss Universe Albania 2014 është Zhaneta Byberi. Skena për Miss Universe Albania. Vendosim kurorën. Asa e lakmuan të kurorë sonë dhe të këtë vajzat. Të na përfaqësoj sa më denjësisht, po. Miss Universe Albania 2014, Zhaneta Byberi. E kemi tashmë një grimt në univers, një yll në univers, kemi tashmë dhe yllin ton në qellin e bukurosheve shqiptare të Miss Universe. Faleminderit. Me këto lop ne ndahemi nga kjo sallë e bukur e teatrit të operës dhe baletit. Natën e mirë dhe në rutakovshim vitin tjetër.